Qumshti është akoma ushqimi kryesor për djalin tim, kështu që po ju marr në një rutinë se sa herë pompoj dhe se si do ja bëj tani që do kthehem në punë pas një jave. Gjithmonë kur zgjohem në mëngjes, djali fle akoma, unë ndërkohë që gatuaj, pi kafen, pompoj edhe qumshtin e parë që ta vendosim në biberon dhe që ta kemi gati, po i bëjmë djalit një rutinë për të pirë qumshtin dhe në mëngjes ja bëj gjithmonë gati qumshtin, të cilën ja jap ose unë me biberon ose burri, patjetër duke u munduar pak sepse djali e ka harruar se si është të pish në biberon. Ka që thjesht me pompat e momkozit që ndërkohë që unë pompoj, të bëj edhe të gjitha punët, të kthej emaile, të mbaroj punë, të fshi shtëpinë dhe të kem gati qumësht për djalin tim, pasi do na duhen shumë rezerva kur të kthehem në punë. Tashmë edhe kur dal shëtitje, i merr me vete, pompat është shumë e thjeshtë, të paktën mua më ka shpëtuar jetën. Vendos pompat, shkoj bëj blerjet e mia në dyqan, që është super e thjeshtë për ta vendosur kudo. Mund të pompoj edhe në makinë, kur shkoj për në punë, kur kthehem nga puna, kur dal nga supermarketi dhe në fund dihem kaq e çliruar kur i boshoj të gjithë qumshtin, sepse Kiani për shembull e ka zënë gjumi. Ja, dhe pompat janë fantastike sepse shtrydhin çdo pikë të qumshtit të mbetur dhe përveç se do keni qumësht, do t'ju stimuloj edhe gjoksin që t'ju vi edhe më shumë qumësht të gjitha nënave ju që e keni problematike pjesën e sasisë. Shikoni, ngrirësi im është mbushur plot me qumësht. Tani për ta pastruar është shumë e thjeshtë sepse pompat e momkozit shpërbohen në pjesëza shumë të vogla dhe pastrohen shumë mirë. Kohës që pompat lahen, unë vendos në karikim pjesën e mbetur të baterisë së pompës edhe mbaruam dhe për sot. Përdorni kodin tim WNGBD për të marrë ulje sepse do ngeleni të kënaqura. Ciao!